Haradinaj kolegi i Aleancës. Jo, erdhe jo. Haradinaj, pas thirrjes së Lidhjes Demokratike të Kosovës për një takim të përbashkët për ta krijuar një qeveri të tranzicionit, kemi pasur nëse mund të them një farë refuzimi të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka kërkuar që këtë takim e ftu presidentja. A do të shkoni në këtë takim nëse e thret presidentja, duke qenë se ju herën e kaluar keni deklaruar që nuk uleni në një tavolinë ku e pranishme është edhe lëvizja vetëvendosje? Nuk e di në cilin format mund të afton presidentja, pra mund të fton nga ne, mund të fton gjithë bashkë. Ne kemi mirëprit edhe idenë e kryetarit Abdigjiku për konsulta për formimin e qeverisë. Një propozim ka qenë ai për një qeveri të unitetit. Ekziston edhe propozimi i ynë në këtë rast për qeverinë e opozitës. Mendoj që konsultat mes opozitës janë të nevojshme, ndërsa edhe konsultat me bashkëkryesuesin e seancës janë nevojshme që me dalë nga gjendja ku jemi. Ne veç kemi përgatitur një kërkesë për vlerësim, do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese me kërkesë që me vlerësu kushtetutshmërinë e vendimeve të marrura në kuvend, pra si rasti i mosformimit të komisionit për votimin e fshehtë dhe të gjitha vendime tjera paraprake bazuar në proces verbalin e seancave. Sot jemi në konsulta dhe me PDK dhe me LDK, në mënyrë që 10 deputet pra t'i drejtohemi gjykatës. Zotëra Haradinaj, ako akte, ako vendimet nxjerra prej kuvendit, të cilat do të bazohen? Të gjitha pra vendimet e kuvendit, pra veç e veç si për mënyrën e votimit, si për ndërprerjen e seancave, si për situatën e mos nxjerrjes në votim të kandidatit, pra ardha në seancë dhe gjitha ato, pra ne kemi marrë seancat në vazhdimsi, proces verbalin dhe do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese me kërkesë për vlerësim të kushtetueshmërisë. A do të marrni pjesë sot në seancë, me që kemi parë se disa herë me radhë nuk keni qenë i pranishëm, ndonë se keni hyrë dhe jeni nënshkruar, dhe si do të veproj AKJ-ja sot? Tani, ka diçka të vërtetë në këtë që thuni ju, po jo e tëra, dhe unë kam marrë çdo herë në kohë, s'pari. Pastaj kur kam marrë vesh se nuk do të ketë ndonjë zhvillim të ri në seancë, pra kemi ardhur vetëm për përsëritjen. Kam marrë me idenë që mund të kemë një kandidaturë të përbashkët ose unifikuese, mund të ketë një proces të ri. Kur e kam marrë vesh se do të qëndrojmë në seancë vetëm u përsërit ajo që ka ndodhur më herët, se kam vlerësuar të nevojshme. Arsyeja zakonisht se lirohen prej seancave, ja për shembull edhe sot në Shaptej kujtojmë vëllezërit Muslia, Beqiraj, janë 3 dëshmorë një familje, disa tjerë, them drejtën, më ka kërku puna me qenë atje, kam pas bashkë luftari, një familjet e tyre, po kam marrë në seancë. Në disa raste pra marrë lejen duke pa që nuk po ndodh asgjë. Unë do të marr pjesë në seancë, po nëse është vetëm përsëritje, kontributi im do të jetë i pavlefshëm. Qëndrimi AKJ-s mbi të parandishuar? Jo. Edhe faleminderit media. Po bëjmë përpjekje me marrë në nënshkrimet e kolegëve nga parti tjera opozitare, ta dorëzojmë, po. Kolegja ime, faleminderit.